يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Thot Allah subhanahu wa ta'ala në vazhdimin e ajeteve në surën Al Imran, "Hunalika da'a Zakaria rabbah." Këtu Zakaria alayhi salatu wassalam e luti Allahun e vet. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah. Dhe duan që e bëri ishte o Zoti im, më jep mua nga ana jote pasardhës të mirë. Innaka sami'ud du'a, se ti i ndëgjon lutjet. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. Zakaria alayhi salatu wassalam e thirrën melekët në kohën kur ishte ai duke u falur në vend faljen e përcaktuar të tij, "Anna Allah yubashshiruka bi Yahya", dhe lajmëruan se Allah subhanahu wa taala e përgëzon me një djalë që ka me pas emrin Yahya, musaddiqan bi kalimati min Allah, i forcuar me fjalë prej Allah subhanahu wa taala, wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin, që do të jetë i mirë, i devotshëm dhe pejgamber prej të mirëve. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Zakaria tha, o Zoti im, e çysh kam mundësi unë me pas fëmijë? Wa qad balagani al-kibar, kurse unë jam i shtyrë në moshë. Wa mrati aqir, edhe gruaja ime është sterile. Qala kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha. Tha Allahu kështu vepron çka do që dëshiron. Qala rabbi ij'al li aya. Zakaria tha, o Zoti jam, ma ço mu një argument, një shenjë që kam pas djalë. Qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalathata ayamin illa ramza. Allahu i tha, argument që ki me pas një djalë është se ti nuk ke me mujt me ju fol njerëzve 3 ditë radhazi. Wadhkur rabbaka kathiran wasabbih bil ashi wal ibkar, por gjatë këtyre 3 ditëve që s'ki me mujt me ju fol njerëzve, ki me mujt me përmend Allahun, atëherë përmend Allahun subhanahu wa taala mëngjes edhe mbrëmje. Kjo është përkthimi i ajeteve, kurse komenti i ajeteve, Zakaria alayhi salatu wassalam me që e mori në mbikëqyrje Mërjemen. E mori mbikëqyrje nanën e Mërjemës, gruën e Imranit, dhe kujdesej për të për ushqim. Ajo jetonte në xhami, i shërbente xhamis dhe nuk ishte të drejtë me dalë prej xhamia as me u martu, se kështu ishte atëre e lejushme, kurse tashma nuk është e lejume. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndalu mos më martue njeriu, me vendos për mos më martue është haram. Me të pa martu për shkaqe nuk është gjuna, por me vendos që nuk martohem është gjuna. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është martuar vet, dhe në hadithin e saktë ka thonë, martesa është prej sunetit tim, dhe kushdo që nuk vepron sipas sunetit tim nuk është prej meje. Do thënë kushdo që nuk martohet e ka kundërshtu sunetin praktik të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është gjunaqar. Zakaria me që kujdesej për gruën e Imranit edhe i qënë të ushqim. Dhe në ajetin e kalum, dhe të Allah subhanahu wa ta'ala, sa herë që Zakaria i qënë të asaj ushqim, gjente të ajo ushqim, dhomën e saj, dhe e pysti, ose e pyti, pse kjo ushqim, ka ardhur kjo ushqim? Qalet huwa min indillah, ka thonë nona Mërjemës, kjo është prej Allahut, Allah po ma bjen. Inna Allah yarzuqu man yasha bi ghayri hisab, Allahu furnizon këndo që dëshiron pa
mos, pa llogari, atëherë Zakaria alayhis salam mendoi me vete, me që Allah subhanahu wa taala furnizon Mariamën, dhe një pjesë e komentatorëve kanë thonë e ka furnizu Mariamën me pemë të verës në kohën e dimnit, e me pemë të dimrit në kohën e verës, që kuptohet se nuk kanë qenë prej ati veni. Thot Zakaria alayhis salam me vete, pse nuk e luti unë Allah subhanahu wa taala që të më jep mua një fëmijë, një djalë. Zakaria alayhis salam në këtë kohë thuhet se i kishte 110 vjet. Disa transmetime thuhet se i kishte 90 vjet, disa 100 vjet, vetë se sillet mes 90-ve deri 110 vjet, i vjetër. Dhe gruaja e Zakarias alayhis salam ishte sterile, nuk linte fëmijë. Megjithatë, kur ka pa Zakaria alayhis salam nonën e Mariamës se ka ushqime të ndryshme, dhe ato ushqime ja bjen Allah subhanahu wa taala, ka mendue, pse nuk e lus unë Allah subhanahu wa taala që edhe ai të më jep mu fëmijë, me që ajo është Allahu i cili ka mundësi me i pru nonës Mariamës ushqime, më jep edhe mu një fëmijë. Jo se Zakaria alayhis salam nuk i ka besuar Allah në furnizim, por besimtarët kanë nevojë me pa të disa besimtarë të tjerë vepra të imanit në mënyrë që edhe këta të nxiten për iman. Allah subhanahu wa taala ka thonë Kur'an, fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Përkujtoja muslimanëve gjonat e mira, edhe përkujtoja mu largu prej gjonave të këqija, fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, se përkujtimi u bën dobi. Po e dinaj, e din Allah po përkujtoj japet. Edhe pse i din të gjitha argumentet, edhe dietarëve do të më përkujtuar çështjet. Edhe pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam konsultohej me Xhibrilin. Edhe ja lexonte Kur'anin Xhibrilit. Do thënë secili prej neve ka nevojë për përkujtim. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thoshte sahabëve, ulu lexojmë Kur'anin. Ulu lexojmë Kur'anin, po duhet të ngu. Sahabët u ngushtoheshin, oj dërguari i Allahut, çish më ta lexo ty Kur'anin, se kurse ty të zbritet. Ti e vetë që i zbritet Kur'ani, lexoma. Edhe Zakaria alayhis salam në këtë kuptim u ndikua për smiri prej nonës Mariamës kur i ka pa ushqimet tek ajo, edhe ka thonë: Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba. O Allah, më jep prej anës tone pasardhës të mirë. Se ky s'kishte pasardhës. S'kishte fëmijë. Innaka sami'u du'a. Dhe ti o Allah i dëgjon lutjet e tona. Dhe Allah subhanahu wa taala i dëgjon të gjitha lutjet. Njeriu besimtari duhet me ju lutë Allah subhanahu wa taala. Lutu. Wa qala rabbukum ud'uni. Allah subhanahu wa taala ka thonë lutu mëni mua. Lutu. Bëndo, kërkoj Allah subhanahu wa taala. Kërkoj edhe ato për të cilat ti me mend të tua mundesh me menu që na shta zbat kur. Po lype. Lypja Allahut me sinqeritet. Fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Një ditë e thirrën melekët Zakarian alayhis salam kurse ai ishte duke u fal fil mihrab, në vendin e tij të faljes. Mihrab është vendi ku falet njeriu. Dhe është gabim me të imami që shifnin disa xhami e bojnë vendin e imamit manalt. Aty ku falet imami e quajnë manalt se sa populli, edhe i thuhet mihrab. Vendi ku falet imami nuk lejohet me u ngrit manalt se sa vendi që shfalen njerëzit. Do të më kanë i njëjtë. Por me kanë i veçum, do të më kanë i veçum. Ku falet imami, do të më kanë i veçum. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhamin e vet në Medinë e kishte vendin e veçum ku dilte imam. Por edhe në shtëpi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte vendin e veçum ku falej. Dhe është mirë
është për sunetit me e caktue të shtëpia një vend ku falet krye familjari. Me pas mundësi me të caktue një dhomë komplet ku falen familja, edhe gratë, edhe vajzat, për shkak se djemt edhe burrat e kanë për detyrë me falë në xhami. Por një vend, me thonë sigur një faltore të vogël me banë në shtëpi, edhe nëse nuk ka dhomë një pjesë atje, që atë pjesë e kemë për më falë. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas vendin e vet ku falej, edhe në transmetime të ndryshme të sakta, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur marrnin në shtëpia, e thirrnin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me u falë në shtëpiat e tyre me një vend të caktuar, pastaj aty falej krye familjare, kishte vendin e veçantë ku falej krye familjare. Gjithashtu, prej sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është që krye familjari me pas një vend të veçantë edhe ku ulet, ku rrin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në shtëpinë e vet kishte një vend ku ulej. Aty nuk ulej kërkush, veç Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Dhe është sunet në shtëpiat e gjithë muslimanëve me pas një vend ku ulet vetëm krye familjari dhe kërkush tjetër. Vetëm kur dëshiron ai me respektuar dikën me aliruar vendin në rreshe respekti, cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e bënte me Fatimën vajzën e vet, kur vinte Fatimja radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ngritej në kam edhe ja liron të venin respekt për vajzën e vetë, dhe si ja liron të venin kërku tjetër. Dhe kështu ipet pozita ma mirë krye familjarit, edhe bëhet ma autoritativ, pa qenë i zullumqar, duke qenë i drejt, edhe praktikon sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shkak se njerëzit e cilët kanë pozita, duhet me pas edhe venet të veçanta. Krye familjari në fejnë e Allah subhanahu wa taala ka pozitë. Edhe pse vazhdimisht mundohen ata të cilët nuk kanë fe, ata të cilët punojnë për shfrenimin e njerëzve, mundohen që mos mu dalluar kërkush të shtëpia këtë njëjtë. Nuk është e vërtetë. Krye familjari është autoriteti në shtëpi. Dhe duhet me qenë i drejt, nuk ka të drejt me bo pa drejt si kërkuna, ka me shku sipas fjalës së Allah dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por atë duhet me respektuar të gjithë. Dhe ajo është fjala përfundimtare e vendimeve pas konsultimeve, dhe edhe prej shenjave të tij duhet me qenë vendi i veçantë. Ku ulet edhe vendi i veçantë ku falet. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, athiran malaikat Zakaria alayhi salatu wassalam, ai ishte duke u fal mihrab në vendin e vet të faljes, që aty ku ka pas saktuar për më fal, en Allah yubashiruka bi Yahya, i than Allah subhanahu wa taala po të përgëzon se ka më të dhon Yahya, një fëmijë, një djalë me emrin Yahya, musaddiqan bi kalimatin min Allah, i cili do të krijohet me fjalën e Allah subhanahu wa taala, bi kalimatin min Allah, me fjalën e Allahut kun feyekun, bëhu edhe ja ka mu bo. Wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin, dhe japin informata të tjera me lajket Zakarias alayhis salam se ky fëmijë ka me qenë i mirë, ka me qenë i devotshëm, ka me qenë pejgamber, edhe ka me pas cilësi të mira. Dhe këto si di kërkush. Se çka ka mu bë njëri në të ardhmen, nuk e di kërkush, përveç Allahut. Dhe kjo është kuptimi i fjalës së Allahut subhanahu wa taala, wa ya'lamu ma fil arham. Allahu subhanahu wa taala është ai i cili e din çka ka në barqet e nanave, kur janë në barë, kur janë shtatzon, edhe dalin disa ignorant, dhe cilët thënë, po edhe na dina që ka në barqet e nanave, se për shkak mjekësia ka përparu, e dina shka është djala është qik, e dina ato, e dina këto. Për shkës diti kur gjazdi, këto i din plët me lajket para tje, bile din edhe ma shumë, din sa ka me jetue, din sa ka me hangër, sa ka me pi, din ka me qeni lumëtra i dëshprum, plët sene. A ka dikush me teknologjie, me mjekësi, me ditë se që këfmi, qka ka mu bo këtë lindin, qka ka me hangër, qka ka me pi, kush gjës dini për informacioneve hiq, ato janë
informacione thjeshta që dihen. Allah subhanahu wa taala i tregon melekëve dhe melekët i tregojnë Zekerias alayhis salam se ky fëmijë ka me pas emrin Yahya. Ky fëmijë ka më konë në të ardhmen i nderuar. Ky fëmijë në të ardhmen ka më konë që ka me bëj ibadet. Ky fëmijë në të ardhmen ka më konë që ka me u konë pejgamberi i Allahut. Ka më konë i devotshëm. Kush i din cilësitë? Çfarë ka më pas? Kërkush përveç Allah subhanahu wa taala dhe atyre që Allah subhanahu wa taala u zbulon disa çështje. Këtë rast janë melekët në hadithin e saktë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur tregon që kur ja bin shpirtin melekët fëmijës ose secili fëmijë në barkun e nonës vet, Allah subhanahu wa taala i jep edhe disa informacione melekëve, të cilat deri më tani nuk i kanë ditë, por ka shumë informacione të tjera për njerëzit që nuk i di kërkush kur të jenë në barkun e nonave të tyre, vetëm se Allahu subhanahu wa taala. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. Zakaria alayhis salam tha o Zot, çysh unë muj me pas fëmijë? Po t'ja u lutë vet. Po u lut vet, megjithatë kur ka ardhur lajmi që ke më pas këtë fëmijë, u çudit. A ka pas drejt me u habit? Ka pas drejt, se i ka pas 110 vjet. Mosha 110 vjeçare, shoqja e tij, gruaja e tij 90 vjeçare, e sterile që nuk lind fëmijë. Është çudim me thënë dikush, ti ke më pas një fëmijë. Edhe Zakaria alayhis salam me pyet Allah subhanahu wa taala, anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqir. E çysh unë kam pas fëmijë kurse unë jam plak i vjetër edhe gruaja ime është sterile. Qala kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha. Përgjigjja është kështu, Allahu subhanahu wa taala vepron çka do që dëshiron. Lutë Allah subhanahu wa taala, se Allah subhanahu wa taala të ka krijuar ty pa se kon hiç. Edhe ka krijuar gruan tonë, s'ka qenë hiç. Sa do që thënë njerëzit, ka mundësi, ka këtë defekt, ti lutë Allahun subhanahu wa taala. Ti merri mosat. Kërko prej Allahut subhanahu wa taala edhe atë që njerëzit thonë nuk është e mundur. Për shkak se pse thonë njerëzit nuk është e mundur, me logjikat e njerëzve, te Allahu subhanahu wa taala është gjithçka e mundur. Nëse don Allahu ta jep, nëse do përsëris ta jep, po ti krye pjesën tonë, bën duan. Qala rabbi ij'alni aya. Zakaria alayhis salam nga dëshira për më kon lajmi më bind që ky ka më pas një djalë, ka thonë o Allah, jep më mua një argument, një shenjë që të kuptoj unë që për një unë ka më pas një djalë. Qala ayatuka alla tukallim an-nasa 3 ayamin illa ramza. Allah subhanahu wa taala i shpat Zakaria alayhis salam se a do me ditë që kime pas djalë, po shif 3 ditë nuk i me mujt me ful. 3 ditë nuk i me mujt me ful. Illa ramza, veç ki me mujt me bo me shem, me isharet njerëzve. Por në transmetime që ndronë se Zakaria alayhis salam nuk mund të me ful me njerëzit, ama kur dështë me thonë, me falendru Allah, nuk i me thonë elhamdulillah, edhe nuk i me thonë subhanallah, nuk i me thonë la ilaha illallah. Kur bënd të ibadet, folke për fjallët të cilat janë një ibadet. Ama kur ka dash me ful me njerëzit, s'ka mujt me ful, s'ka mujt me nxirr fjallët. Shenjë që ti ki me pas një djalë është kjo. A do me ditë që ki me pas një djalë po, atër shive 3 ditë në tarmen s'ki me mujt me ful. Dhe me thonë një argument më bind. Dhe kjo është e ngjashme me atë që Ibrahim alayhis salam i ka thonë Allahut, ose Allah subhanahu wa taala ka thonë kayfa tuhyi al-mauta. Ibrahim i ka thonë Allahut, si ngjall dhekurit? Qala wa lam tu'min. Allah ka thonë sa beson? Qala bala, jo besoj gjithsesi. Walakin liyatma'inna qalbi, po duhet që të më qetësohet zemra ime. Mushet me iman, me besim më shumë se sa që është. Edhe këtu Zakaria alayhis salam ishte i bindur se ka më pas fëmijë, po për mu forcu edhe më tepër kjo bindje, e lypi prej Allah subhanahu wa taala në shenjë, të cilën Allah subhanahu wa taala e dha, ajo ishte 3 ditë mos me mujt me fol, përveç se me gjeste, wadhkur rabbaka kathira, por gjatë kësaj kohe përmendë Allah subhanahu wa taala shumë, wasabbih bil ashi wal ibkar, dhe bën tasbih, thoj subhanallah, من جسد أمرامي وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.